Parja dëshirë e klubit të konë të reintegron elitën e kantonit në Shatellit. Tash me lojtarë që i kena pruve, me energjinë, me kohë, për ne minimumi është ky klub me arrit në parën ligë Zvicrës, po të 4-ta ligë. E me arrit një stabilizim në 4-tën ligë, tani këtë varet për projektit komplet i klubit, ose si të na vinë hala investitore, do na vinë ma shumë njerëz për me arrit që shtojnë këta një shkallë më lartë. Sa pat gjatë është qëllimi, kur mendoni, cilat janë planë, dhe më thonë kur ta fatizumë? Na në projekt tonë kena një vjet më herët. Nëse kampionatin e fituam, kupën, së nuk ngretëm 2 ligën tërë, ama i kena pas një vjet. Si vjet, qëllimi më i rëndë është si vjet më i ndujnë tërë, mu stabilizuan është një vjet aty ndujnë tërë, në bazej me arrit parën ligë. Dedikimi jonë është qëllimi pse e bojmë në këto, e bojmë për gjeneratën e prindve tonë, të sakrifikuar që i kanë jep ketë për këtë klub, për këtë komunitet në këtë kanton. Qëllimi jonë më ju kallëzu që na endeve do të vazhdojmë, gjenerata jonë e jemja, do të vazhdojmë për komunitetin tonë. Dhe kretë për fund, një historik të vogël, kur është të velu ekipi, nga cila ligë ka nisë? Klubi u kriju në 97-ën, ka hyrë në kampionat kantonit në Shatellit në 98-ën, ja ka nisë në ligat më të poshta normal, ka hyrë shumë shpejt deri në 2-ën ligë. Ka pas një zbritje të vogël, kanë pas zhryptej në 4-ën ligë, kryesia tjera kanë bot punë të mirë, kanë arrit apet 3-ën ligë, na që tash se një vjet e gjysë e kena klubin, kena hyrë përsëri në 2-ën ligë, jena ekipa më e mirë e kantonit në Shatellit, edhe është kreneraja jonë. S'du të me arru që ky klub është i çdo shqiptarit në kanton të në Shatellit. Na kena nevojë çdo njeri me ardhë, bodhosh me ardhë më na këshyrën, që ajo na vjen më shumë të. Me ardhë më na përcjell, më na këshyrë, më na jep forcë, me ditë që shka po bojmë është të përcjell edhe nga komuniteti jonë, e jo nuk kena veçna për mas, po kena halon jashtë për mas. Deshta të falenderoj edhe sportin shqiptar në Mërgim, apo me zotëri Kasamin, na vjen shumë mirë kur një media shqiptar na përcjell, rezultatet e vjen nga ne për më na përcjell.